A konfirmoni ju pjesëmarrjen në këtë garë? Urdhë? A konfirmoni që do të jeni ju një kandidat në këtë garë? Ndihmoni? A konfirmoni që do të jeni ju kandidat në garën e 23 majit? A mund të më thosh pa kush të tha ty që jo njëherë? Po si e bërë të pyetje? Kaq, përgjigje. A bjen ndesh me statutin, me nenin 46.8 të statutit Partisë Demokratike, nenin e quajtur nga ju, Neni Basha, pjesëmarrja ju në garë? Ka lidhje, po, shumë bukur. Neni ka flet për zgjedhje, jo për farsë elektorale. Në qoftë se ka një realitet absolut të padiskutueshëm, është zgjedhjet ishin farsë elektorale. Pra, sa herë zgjedhjet humben kur ato janë normale, është detyrë e atij që udhëheq të largohet, t'ia bërheqen. E kam thënë dhe ta them. Farsa elektorale është tjetër, është detyrë të luftoj diktaturën pastaj. Duhet luftoj dhe ne e bëm luftën tonë, edhe po e bëjmë në kuptimin që ne farsa elektorale ishte dhe 21-shi. Ta them unë. Po absolutisht. E kam shkruar dhe i qëndroj 100%. Vota vdiq pa hyrë në kuti. Po ai zotëria e kishte mendjen koalicion të madh me Edi Ramën. Nuk kishte mendjen të mbronte votën e qytetarëve shqiptar. Kjo është e vërteta. Dhe unë ja thash atij, të nesër, kjo është farsë. Ne duhet mbrojmë votën e shqiptarëve. Pse është farsë? Dhe mos harroni 21-shin, Edi Rama nuk kishte arrestuar liderët e opozitës në vit elektoral. Në 21-shin, Edi Rama nuk dha 100 euro në mes fushatës elektorale. Në 21-shin, Edi Rama nuk fali 2 miliard euro kredit para zgjedhjeve Gjoba dhe Kamata. Në 21-shin, Edi Rama nuk licencoi 28.000 hektar mbjellje kanabisi. Në 21-shin, pra, nuk organizoi 4.530 evente në periudhën parazgjedhore. Por, bëri aq sa mjaftueshëm sa të deklaroj që vota vdiq pa hyrë në kuti. Pse? Dha 130 milion euro disbursime nga thesari i shtetit në kontot e 10-12.000 familjeve për dëmet në remetimet e dëmeve të tërmetit. Kjo ishte mjaftueshme. E bëri këtë në muajin prill. E bëri 90 milion i dha në muajin prill, 40 milion i dha në muajin mars, pra e bëri në prag fushatës. Dhe kjo është e mjaftueshme. Përveç të tjera është sistemit patronazhistëve të tjerë me bandave të tjerë të cilat ishin aktive. Pra, edhe 21-shi. Po problemi është se ti duhet ta faktosh. Dhe ai që ishte para meja, ai nuk ishte normal ta faktonte, nuk i interesonte sepse kishte nda pushtetin me Edi Ramën, kishte bashkem në ndarjes pushtetit. Kjo është e vërteta. Një grup pune me 10 antar me në krye gazmendbardhin për të parë ndryshime të mundshme statutore në kuvendin e 6 qershorit. A do tjetë një prej neneve që ndryshoj neni 46.8 jashtë të quajturi nga ju Neni Basha? Ai nen nuk ka pse të psoj asnjë ndryshim. Ai bën fjalë për zgjedhje. Dhe unë edhe njerë mund të them. Njerë, në radhë parë, ndryshimet e statutit janë një proces normal para çdo kuvendi. Në çdo kuvend se ka propozime, vinë propozime të ndryshme dhe je i detyruar të shqyrtosh ato. Kjo njëra anë. Ana tjetër, ai nuk ka pse të ndryshojë, sepse ai thot zgjedhje. Dhe zgjedhjet ka një gjë,